Ara kokosit është e preferuara ime, kështu që mundohem të gjej receta me të dhe t'i përgatis sa herë që kam mundësi. Kështu veprova edhe me këtë kek që doli jashtë pritshmërive të mia, aq i shijshëm dhe i butë. Marrim 4 kokra vezë, 180 gram sheqer dhe i vendosim në mikser elektrik duke i rrahur për 5 deri në 7 minuta derisa të na bëhet si kjo shkuma këtu. Marrim dhe kos me shijen e arrës së kokosit 500 ml, ja hedhim, më pas i hedhim vajin dhe mielin, fryrësim për pjekje dhe e përzijem nga lart poshtë duke e bërë me kujdes që mos na ikë volumi. I hedhim dhe arr kokosi 150 gram dhe lyejm tavën me vaj, më pas i hedhim miell që mos na ngjisi, duke e bërë kështu, më pas i hedhim brumin e formuar, e fusim në furrë të parangrohur me 160 gradë për 50 minuta. Pasi është pjekur dhe është ftohur, marrim çokoladë 200 gram dhe 200 gram pana për ëmbëlsira, e ngrohim panën dhe ja hedhim përsipër. E lëm pak derisa të shkret çokolada dhe e përzijm derisa çokolada të na bëhet e lëngshme. Për ta dekoruar edhe më bukur, marr një qese nga këto të dekorit dhe i vendos çokoladën, më pas ja hedh kështu përsipër dhe e servir. Provojeni me patjetër sepse nuk do shgënjeni nga ky kek, por dhe ato që nuk e pëlqejnë arrën e kokosit, mendoj që t'i japin një shans këtij keku sepse do ndryshojnë mendim.